Suponu se sot veç parro, për shpënu për shtirimin e vendit, dhe ai informacion i grumbulluar ka qenë informacioni ma kredibil për kohën, për arsye se ajo është plasun, këtë botën ka shku. Qendra për informim e Kosovës, ka qenë agjensia ma e besume, në botë ma e citume, ka qenë atë kohë. Fatit, me që ke punu në shërbimin sekret, apo në shërbimin informativ të Kosovës, a keni na informacion lidhe me vrasjen e Ahmet Krasniqit? Po, unë elaborova, do thot, pse ka ndodhë këtu? Do thot, unë elaborova historikin e luftës po, tha që UDB-ja ka pas pjesë në punë të matë pjesë ka pas, do thot, qëllimin e përqarjes. Po ju si shërbim informativ, a keni qenë djeni se kush e ka vra? Po, tani, me pas qenë djeni, do thot e kishmi zborë të i qëtash. Do thot, punë që i bojnë shërbimet inteligente, nuk janë ashtë thjeshta më zbulu si që i bojnë kriminalet ordinerë. Se për arsye se ajo që e thot populli, kush e bon vekshin, ja bon edhe kapakun, do thot jonë këto gjëra. Mirë po, ajo që është më logjike në këtë mund, është se këto gjëra ka ndodhë nga se shërbimet inteligente sërbe kanë pas qëllim përqarjen e shqiptarëve. Po, Ahmet Krasniqi ka qenë i vetëdijshëm për rrezikun që i rrezikohet jeta. Po nuk po du me ju tash... Domethënë ai ka ditë që në momentin mund me... Ajo që ka ndodhur është që ai nuk këto është thjesht faj i shtetit shqiptar, absolutisht. Mund me qenë president i Kosovës, ose kryeministër, Shqipnisi kërkoi domethënë shpjegim zyrtar për vrasjen e tij, sepse e ministrit. E ministrit, patjetër. Isha domethënë rrugova s'ka mujt me bon atë se s'ka von kërkon si ka pas punë në të rëzi. Ne vetëm bash më të vetë për çka mendon që duhet me vepru me këta që me shqiptarët që kanë punuar dhe kanë qenë pjesë e UDB-s. Shiko, problemi është ky, jo vetëm shqiptarët, janë edhe familjarët e tyre, sepse ata për shembull deshëm e keni këtu të kur shkon Dusham Gosha dhe këta që shkojnë me dhe popojqet e në Shqipni me formu Partinë Komuniste, se me të bashkë me të ku pse u formu Partia Komuniste. Pse Partia Komuniste u formu pikërisht me 8 nëntor 49 e nuk u formu në vitin 1940, ose kur Shqipnia po në pushtuar për Itali, se në 39-ën, ose në kohën e Zogut, ose pëse se formu në 44-ën. Pëse pikërisht në 41-ën, sepse në 17 prill vitit 1941, kur Hitleri sulmon Jugosllavinë dhe ndonë në shumë pjesë, disa pjesë e anekson Hungarisë, do Italisë, do Gjermanisë, e krijon shtetin e pavarur kroat, e krijon shtetin e pavarur të Malit Zi, e lënë Serbinë shtet, domethënë në kontrollin gjerman, po vetëm ku sot Serbia minus një pjesë të dy tretat e Vojvodinës, e tjerë edhe një pjesë ja merr Bullgaria plus. E tash kur Partia Komuniste e Jugosllavisë nis don përsëri merret vesh që duhet me restauru Jugosllavinë e re. E çka mendoni që duhet me bëjmë këta tutë? Edhe serb, domethënë komunistët serb mendojnë qysh me rikthy Kosovën. Po. Për me rikthy Kosovën, duhet me formu një forcë politike në Shqipëri, e cila ka me na e kthy ato. E qysh, çka me bo, hajde të formojnë Partinë Komuniste, po e thamë. Ma trend edhe e formojnë Partinë Komuniste. Çka me bo me këta që kanë bënë? Edhe pret bre pak stupëdhëmëtar të ideja kryesore. Edhe thot ku me shku? Shkojnë i vesin agent të